Me 15 prill 2026, pas 27 vjetësh, Bujar Sahiti përballet sërish me gjurmët e luftës në shtëpinë e tij ku në mure ende shihen shenjat e plumbave të shkrepura nga forcat serbe. Vetëm rreth 30 minuta pas kohës kur familja e tij kishin planifikuar të largohej për në Shqipëri, ata u ndaluan nga persona të armatosur dhe të maskuar. Ne kena pas me ecë për Shqipëni, po në 9:30 e kena pas me dollë me autobus me shu, në kanë serbët me maska. Veç i dojshin burrat te hajde që të, neve na kanë qitë, si na donë manal, kanë qitë me automat. Na kena mundu se i kanë imbëtën për njerë, po s'na lajnë me këty, tani dhe sa ne ka pas polic sërb, na theshin hajta që shkëni për Shqipëni, se ju kena në olë balë, na zabatshin. Një nga kujtimet më të dhëmshme për të mbetet ndarja e fundit me babain në moshën 17 vjeçare, gjatë tentimit për t'u larguar me vetur. I na konë të eshti një gëllë, që të e kena pas një kertë, djallit miqës. Gjithë të dheske, qatë moment s'ka dhe, edhe one jëmë konë majri, e shti shumë, se baba jem, u konë pak ma naltë, po kërë më ka pa mu, u ardhë, u i këtë. Ja kom bë i këte më sajde, ja ta masi nolin ti pse mësë me orë dhe dhone. E orë tani i boba jam e pat na fokën që është e nalën babën të. Pas më shumë se 2 dekada e gjysmë pas luftës, imbjetuari kërkon drejtësi për 11 të vrarë në këtë obar dhe thekson rëndësinë e kujtesës historike. Drejtësia duhet më qitë më shpejt, me ditë, me këshyrë që me bë. Mirë është, për mëzejit, mirë është që po marohet që tash, edhe dina tash thmija jonë e din ku me orë, me këshyrë, me nejtë, me po babgjyshin e vetë. Në nderem të 104 mitrovicasëve të pagjetur nga lufta, nxënësit e Mitrovicës marshuan drejt lagjës së bosnjakëve.